faktin se unë kam hikur në 91, kështu që nuk më përzinin dot me gjërat që kanë ndodhur nga 91 deri në atë periudhë. Dhe filluan të qeshtin shokët, ka dalë lame, më thanë mua, çfarë lame më ka dalë? Ky është ai budalla idealist që do të ndryshojë Shqipërinë. Po tash më mirë budalla idealist apo të quajnë hajdut apo të korruptuar. Jo, se kemi ndar, nuk e kemi ndar ne që e keqja është hajdut dhe mira është budalla idealist. Ne ja që kur e mendojmë kështu, se kemi ndar, do e ndajmë. Unë besoj që do vi dita, do ndahet edhe shapi nga sheqeri. Po urojt jemi. Inshallah. Do më ka vllapin që e para ka një mungesë përgjegjëshmërie, e dyta edhe është në të gjitha nivelet. Është edhe në profesionin tënd. Për arsye sepse një pjesë e madhe njerëzve të gazetarëve janë me ngjyra, siç thash shqiptar, domethënë, dhe i shikojnë me ngjyra gjë. Nuk ka asnjë të keqe se edhe ne kemi në BBC njerëz që janë pak më konservatorë ose pak më laborist, po nuk e shprehin në zanatin e tyre gjithmonë, balanca mbahet. Pse është krijuar kulturë, po ka dhe sisteme që ndëshkojnë. BBC-a ka një element që quhet fact checking. Do me thënë që tregon që çdo lajm që e ka kontrolluar disa herë përpara se sa të dalë dhe të jetë vërtet. Ka kaq të mirë sa na ka bërë besnik që posa ka BBC-a se ekziston. Kjo është gjë që përsërisun këtu. Ku e morët të lajmin? E pete BBC-a? Dhe jam bërë dhe unë e varur tani nga fact-checku i BBC-s. Kështu që faleminderit botës që vazhdon beson të e vërteta. Unë në fakt nuk doja të pyesja ju për atë kohë, se kam një përshtypje që ju ikët i zhgënjur, apo jo? Ka politika gjithmonë. Po, patjetër. Unë i ka i zhgënjur në kuptimin që si idealist që i kur jeton jashtë shtetit, ke një lloj ideali. Do zhgënjesh, si do që ndodhi. Edhe unë mbaj bën që më thoshej një dy nga këto shokët, është një shoku im që është rektori Bokonit, sot demograf dhe ai, edhe më thoshun, "Po zotim se harxhon ka shumë kohë në Shqipëri", më thamë. Edhe i thashun, "Po, shiko, bota ka me qindra, mos e me mira janë gjomsha, dakor? Shqipëria s'ka shumë. Kështu që unë atë kontributin shoqëror që ju të gjithë e bëni, edhe unë e bëj, është më mirë ta jap në